Unë jam Ajo Ledaj, regjizore skenariste. Unë konkuroj me filmin tim debutus Emily, i cili ka qenë vepra ime e parë, dhe bëm fjalë për dhunën familje, parë nga këndvështrimi i 2 grave të shtëpisë. Punët e mia në kinematografi janë disa, si skenariste më tepër, dhe ndërto mund të përmend Open Door, i cili ka qenë filmimi i parë i gjatë që kam shkruar, ka qenë pjesëmarrës në konkurimin zyrtar në Sarajevo Film Festival dhe ka qenë, si thuash, drita e parë jeshile që unë i dhash vetes apo mu dha për të besuar që mund ta bëj këtë punë dhe mund ta vazhdoj këtë punë. Kështu ka qenë kënaqësi shumë e madhe. Kam bashkëpunuar më pas me filmin Pikuj, që gjithashtu ka qenë një vepër shumë sfiduese. Të dy këta filma kanë qenë përfaqësues të Shqipërisë, pra të zgjedhur nga Shqipëria si përfaqësues për çmimet Oscar, dhe kjo pastaj ka bërë një lloj përkëdhelje të egos time që besoj që më ka ndihmuar për mirë në profesionin vazhdim. Nuk besoj që jam eksperte për të folur për kohën e kinostudio, sepse është një kohë cilën unë nuk e kam jetuar, por me aq sa kam kuptuar dhe kam parë nga filmat e prodhuar të atyre viteve dhe atë çka shohim dhe ballafaqojmë sot, mendoj që ka fituar shumë, sepse ka fituar një lloj lirie, ka humbur sepse nga ana financiare nuk i ka të gjitha gjërat në dispozicion siç e ka patur në atë kohë. Një ndër gjërat dhe pikat më të vështira mendoj ka qenë autocensura, qoftë në ato vite diktuar edhe nga politika e kohës. Besoj që vazhdon të jetë një ndër problemet tona edhe sot, por sot në një formë tjetër, sepse sot ti ke një autocensur me veten për sa i përket përshtatjes që duhet bësh me tregun, cilat janë temat, politikat që ata kanë, festivalet kanë politikat e tyre çdo vit, të cilat ndryshojnë edhe, si thua, dinamikën e tregut filmit. Dhe bashkëpunimi me një producent që sot është i detyrueshëm të bën që her pas here ti ta kesh këtë autocensur në këtë lloj forme në ditët e sotme. Megjithatë, kjo është një liri shumë e madhe, besoj, se kemi patur në komunizëm. Ndoshta nuk mund të zgjedh një film që më ka frymëzuar, sepse frymëzimi është shumë më i gjerë, po një ndër filmat që më kanë ngelur në mendje dhe që e shoh her pas here me kënaqësi është Lulkuqe mbi mure. Nuk e di ta gjej dhe ta them cila është arsyeja, por besoj që është vërtetësia që ka ai film në raport, në marrëdhënie, në mënyrën se si e sjell problematikën, që ty të prek edhe të bën ta jetosh edhe ta ndjesh. Sigurisht është bërë nga një prej regjisorëve mjeshtrave më të ndetë në kinemas ton, dhe besoj që kjo është një ndër arsyet. Nga që kam qenë dhe e vogël, ndoshta dhe kjo më ka ngelur në mendje më shumë. Po, mendoj që po. Besoj që dhe kinemaja jonë ka hyrë në vështirësinë për t'ju përshtatur botës. Dhe kur ti përpiqesh t'i përshtatesh botës në tematika, edhe në mënyrë regjizoriale dhe në atë që kërkohet, ka një lloj ngërçi, sepse ne duhet të shkruajmë për ato që ne na dhëmbin dhe ato që ne ndjejmë, sepse kinemaja në fundit, besoj si dhe çdo art tjetër, është për të shprehur vetveten, për të shprehur atë që ty të dhëmb, apo që ty të lumturon, apo gëzimet dhe emocionet e tua. Pra ky është qëllimi në fundit i kinemas, që emocioni im të prek dhe ty si publik. Kështu që në këtë gjë mendoj që kemi pak kriza, sepse nuk kemi tërësisht të vërtet me veten dhe me gjëra që duam themi. Dhe nuk besoj që do jetë gjë e mirë kjo që duke ju përshtatur botës edhe tregut të kemi një lloj produkti final konkurrues. Duhet të përshtatemi më tepër, duhet të gërmojmë më thellë në ato që neve na dhëmbin. Kanë filluar temat e ditës të pasqyrohen, kemi akoma një lloj tendence për t'u marrë me kohën e shkuar. Mendoj që nuk e kemi lexuar kohën e shkuar ashtu siç duhet. E ka bërë bota, e ka bërë kinemaja evropiane, por e kanë bërë si një lloj katharsisi, e kanë bërë si një lloj analize të mirëfillt
në atë që ka ndodhur, nuk duhet i shohim gjithmonë bardhëzi ngjarjet dhe personazhet në një film, sepse çdo gjë ka kompleksitetin e vet dhe besoj që në këtë çdojmë. Megjithatë ka një lloj përpjekje për tu përshtatur dhe për cjell temat e ditës edhe shqetësimet e përditshme tona. Vërtetësinë, kanë një lloj vërtetësie ata, ndoshta për shkak të kësaj që sapo thash më herët. Ata shkruajnë dhe bëjnë filma për gjëra që ata i kanë përjetuar dhe që ju dhembin. Dhe në këtë gjë janë të vërtetë. Kështu që mendoj që duhet marrim pak nga kjo. Besoj jemi në përpjekje. Po përpiqemi. Për një regjisor, sfida më e madhe është të përshtatet me producentin. Një ndër sfidat më të mëdha, sepse nga ana produksionit filmi shihet si një biznes, fitim prurës, kështu që produksioni ka për detyrë të përshtatet me tregun jashtë Shqipërisë, ndërsa regjisori ka për detyrë të përshtatet me produksionin. Dhe kjo shpeshherë bie ndesh, sepse nuk mund të shkojë biznesi edhe pasioni gjithmonë bashkë në këtë aspekt. Sigurisht edhe ana financiare ka qenë gjithmonë problem, po që besoj që me kalimin e viteve do ketë një lloj standardizimi. Shpresojmë. Kolegëve do ju thoja të gjithë shumë urime, edhe shumë suksese në rrugën e tyre, dhe jam shumë e lumtur që jam mes shumë kolegëve pjesëmarrës në këtë festival, sepse është nder dhe kënaqësi. Duhet ta njohim edhe ta duam pak më shumë njëri tjetrin. Dhe një ndër gjërat që ja them vetes shpeshherë dhe përpiqem ta mbaj tek vetja dhe që dua t'ja u them edhe kolegëve në mënyrë kështu dashamirëse, është që të përpiqemi të rrimë më të fokusuar tek të vërtetat tona, të shkruajmë për të vërtetat tona. Sepse është një film i freskët, që sjell një histori dhune, por në një formë ndryshe, duke mos patur personazhe të këqinj apo të mirë dhe duke i dhënë mundësi çdo kujt që të gjejë vetveten në kompleksitetin e personazheve që janë në film.